Me datën 13, 14 dhe 15 tetor, pikërisht në këtë muaj, në muajin roz, i cili shërben për ndërgjegjësimin kundër kancerit të gjirit, për vetëdijsimin ndaj kësaj sëmundje, në vendin tonë organizohet festivali apo edicioni i 5 i festivalit Shliroj Cicat. Pra festivali këtë vit i kushtohet ndërgjegjësimit kundër kancerit të gjirit, ndërsa për të diskutuar më shumë për aktivitetet të cilat do të zhvillohen në kuadër të këtij festivali, ne kemi ftuar në studio Hanmie Lohaj, që është përfaqësuese dhe është koordinatore për media në kuadër të këtij festivali. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, Flonza, dhe faleminderit për ftesën. Atëherë, ne jemi munduar që një hapësirë në programin e mëngjesit, pothuajse gati çdo ditë që prej se kur ka filluar muaji tetor, t'ia kushtojmë ndërgjegjësimit apo vetëdijsimit lidhur me sëmundjen e kancerit të gjirit, ndërsa ju keni vendosur që këtë edicion t'ia kushtoni pikërisht ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit. Është edicioni 5, pak a shumë edhe ja keni marrë dorën, po besoj që jeni afër me organizimin, sepse ka mbetë edhe 2 ditë. Fiks, po jemi drejt finalizimit edhe puna e gjithë kësaj periudhe të gjatë është konsolidu. Megjithatë duhet të thënë se të paktën nga aspekti organizativ, pa ndodhur fiks eventi, për neve që jemi mbrapa gjithë, duket që gjithçka është në ajër. Gjithçka sillet rreth nesh, edhe rreth punës edhe rreth pritjes, kuptohet janë ato sfidat e veta të cilat i ka çdo organizim, e as më pak një organizim kaq i madh sa është festivali ynë, i cili do të zgjasë 3 ditë, rrjedhimisht në data 13, 14 dhe 15 tetor, po që jemi shumë të lumtur të ndajmë me ju që deri më tani gjithçka ka shkuar në mënyrë të suksesshme dhe besojmë që i tillë do të jetë edhe edicioni i 5 me radhë. Okej. Para se të kalojmë tek aktivitetet, sepse zgjatë 3 ditë dhe ngërthen disa aktivitete, pra gjithmonë përmes artit për depërtu edhe për të sensibilizu popullatën për nisma të ndryshme, sepse këtë vit i kushtohet kancerit të gjirit, ndërsa edicionet e kaluara kanë pasur qëllime dhe më të tjera. Meqense kemi kohë, t'i kthemi pak misionit në fillim të festivalit, kur është krijuar, edhe cili ka qenë në fakt synimi kryesor. Atëherë, është pyetje shumë e vendë, sepse misioni në fillim, qoftë i organizatës, qoftë i festivalit, qoftë prej edicionit të parë, që ka filluar 5 vite më parë, pra si që thash edhe më herët, jemi në vitin e 5 radhazit që organizojmë festivalin me tematikën e njëjtë, që ka të bëjë me ndërgjegjësimin e ndaj kancerit të gjirit, cilin e mbajmë në mënyrë tradicionale gjatë muajit tetor, meqense edhe një ndërkombëtarisht si muaji roz apo muaji drejt ndërgjegjësimit ndaj kancerit të gjirit. Ideja jonë ka qenë që në Kosovë specifikisht të arrijmë të kemi ndikimin e largimit të stigmës dhe inkurajimit të diagnostikimit të hershëm. Sepse besojmë atë që është vërtetuar tashmë me dekada me radhë, që një diagnostikim i hershëm jo vetëm që mundson, po pothuajse garanton një trajtim më të lehtë të sëmundjes. Një sëmundje absolutisht me sfidat dhe gjitha vështirësitë e veta që i ka. Çka është, sepse çdo vit ne kemi pasur jo vetëm slogan ndryshe, por një tematik më specifike që ka përku me vitin respektiv në cilin është mbajtur festivali. Këtë vit kemi ardhur me sloganin Trupi s'është i turpit, për të treguar se çështja është që jo vetëm në shoqërinë kosovare, por pothuajse në çdo shoqëri të botës, kanceri i gjirit është lidhur me stigmatizim, jo vetëm për shkak që në masë në shumicën dërmuese prej gratë, por kryesisht për shkak se gjendet në gji. Dhe ne besojmë që me largimin e stigmës, diagnostikimi i hershëm dhe diagnostikimi me kohë do të jetë thjesht si çështje e rrjedhojës shkak pasojë. Kjo është diçka që kemi tentuar me shty, pos fakti që kemi punuar në mënyrë të vazhdueshme për largimin dhe luftimin e stigmës në shoqërinë tonë. Tash, si është prit fillim? Sepse edhe vetë festivali Shliroj Cicat ka
Ka për qëllim që të largoj stigmën të cilën e përmende, që njerëzit e flasin lirshëm për gjymtyrët e trupit vetë dhe nuk është turp që vetë kontrollohemi ose të rekomandojmë edhe personat tonë të afërm, të dashurat, nanat, motrat, hallat, tezet e këndë që i kemi në rreth, që t'i sugjerojmë për të bërë një kontroll. Është vërtet, edhe kjo është diçka që kisha dashur me cek, neve na ka surprizu, jo se kemi pasur pritshmëri të vogla, mirë po rezultati i pjesëmarrjes dhe interesimit të shumt prej gjitha kategorive të shoqërisë dhe prej gjitha grup moshave, për mos përmendur që interesimi ka qenë i madh për dy gjinive, për të qenë pjesë e festivalit dhe për më interesu e me qenë bashkëndërtues të aktiviteteve që i ka organizuar festivali jonë, që për ditës të parë, që për vitit të parë ka qenë jashtëzakonisht i madh. Pra, si që thash edhe më herët, nuk është që kemi pasur pritshmëri të vogla, sepse dim sa tabu ka mundur të jenë konceptet e festivalit. Pra, ne kemi pasur aktivitet, edhe e kemi edhe këtë vit, aktivitetin e mbledhjes së sytjenave, ku qytetarët, dhe gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, të cilët dëshirojnë të jenë pjesë e festivalit, ose kalojnë rreth hapësirave të sheshit Skënderbeu, të vinë dhe të dërojnë sytjenat e veta, në mënyrë që të jenë pjesë e një cikli me cilën këto sytjena do i marrim dhe do të ndërtojmë me anë të pundores çanta, kuptohet, sa do të jenë të ndërtuar prej këtyre sytjenave dhe cilat më pas do të shiten, paratë mbledhura nga shitja e këtyre do të përdoren sigurisht në shërbim të kauzës dhe në të mirë të grave të prekura nga kjo sëmundje. Kjo është vetëm aktiviteti më i vogël. Me qenë se besimi ynë është që nga kanceri i gjirit prekën, kuptohet, në rend të parë apo në vit të parë të frontit janë vetë gratë të prekura nga ky kancer, përfshihet e gjithë familja si strukturë, me qenë se është thelbësore, pos faktit që janë aty, ne shohim si tetë qendësore mbështetjen dhe përkrahjen e familjarëve. Me thelb, në këtë vit e kemi mbështetjen e partnerit ndaj këtyre grave, ku kemi trajtuar edhe raste, të paktën në diskursin publik dhe në diskutimin cilin ne tentojmë ta shtyjmë e ta zgjojmë çdo ditë më shumë, për shembull lënien e këtyre grave të prekura nga kjo sëmundje prej partnerëve të tyre me rastin, sigurisht ka raste, cilat flitin pak, e kjo është një luftë e dyfisht. Është fatkeqësi në fatkeqësi. Tash përkrahjen e partnerit, besoj që ose të partneres në secilën sfidë, ajo është diçka të nevojshme, por në sfidë si kjo, të mungoj ajo ose të përballë me braktisjen është, siç thash edhe më herët, dhimbje e dyfisht. Kjo është domethënë tematika e aktivitit dhe për ta trajtuar këtë tematikë, ne kemi organizuar panel diskutimi me datë 14 tetor, duke filluar nga ora 12, i cili do të mbahet në bibliotekën kombëtare, e për cilin bëjmë thirrje dhe i ftojmë gjithë qytetarët e interesuar, sepse besojmë që hapësira do të jetë e mjaftueshme për të marrë pjesë dhe për të qenë aty për me ndëgju mësafiren tonë një prej kryesorëve, që është Vera Ora. Zonja Ora, pas që është vetë mbjetuar e kancerit të gjirit, dhe njët si avokuese përmes platformave të saj, të cilat janë të klikueshme ndërkombëtarisht, kryesisht edhe për shkak të famës së vajzës së saj. Domethënë Verën e njohim pos si avokuese të kancerit të gjirit, e njohim edhe si nanën e këngëtares me famë botërore Rita Orës, e cila pos ta zëm profili disa dimensional që është e mbjetuar e kancerit vetë, personalisht, është avokuese dhe lëvuse e kauzës dhe drejt çështjes në disa gjuhë, pra jo vetëm për publikun kosovar, por edhe më gjerë, si dhe ajo është edhe profesioniste e shëndetit mendor. Pra kemi edhe trajtimin emocional dhe çështjen e spektrit psikologjik të çështjes. Do të rrëfej përvojën personale? Do të rrëfej përvojën personale, siç e thash, është këndi i saj besojmë që është disa dimensional, për cilën edhe jemi falëndëruese që është viti i dytë që bashkëpunon me neve. Kur kemi fjalën te zonja Ora, që ka ndodhur këtë vit e që na ka bërë shumë të lumtur, e na ka surprizuar në të njëjtën kohë, është që këngëtarja Rita Ora vetë e ka postimin ton dhe thirrjen për panel diskutimi e ka shpërndar në llogarinë e rrjetit të saj në Instagram, në cilën ajo numëron 10 miliona ndjekës.
Në shumë mirë. Kjo e bën punën tonë. Një promovim shumë i mirë. Një promovim jashtëzakonisht shumë të mirë, po që edhe rrit ndikimin dhe shpërndarjen që ne tentojmë që ndikimin ta ketë sa përket shpërndarjes së këtij diskutimi. Me siguri që do të jetë shumë interesant me dëgju nga një person i cili është përballur vetë me sëmundjen edhe që din me tregu se sa është e rëndësishme mbështetja e rrethit, e familjes, edhe sa është i rëndësishëm zbulimi me kohë. Unë kam humbur nga kanceri i gjirit, sepse nuk e ka pas fatin me e zbulu hershëm. Në ngushtim edhe më shumë keq. Faleminderit shumë. Po, vazhdimisht bëj thirrje dhe mundohem me ju të tregu të tjerëve që prekja me kancerin e gjirit, pra nuk është e dhimbshme vetëm për personin i cili e përjeton. Është shumë e dhimbshme pastaj edhe për familjen, edhe për krejt rrethin. Edhe zbulimi i hershëm shpëton njerëz, edhe natyrisht kursen prej ballafaqimit me këtë sëmundje që shpeshherë është shumë e vështirë me i pa personat. Shumë Jo, absolutisht. Nuk deshta me kry moment, po e është nevojshme. Jo, është e natyrshme dhe tash isha me një emision tjetër në cilën më pyetën për provojën personale në fakt, atë lidh diçka me të. Nana em është mbijetuar me tumorit në tru dhe gjatë bisedimeve që kemi me gratë të prekura për kancerin të gjirit është e pa evitueshme, s'po them përfshirja personale, po ndarja e përvojave edhe empatia, si thash, e pa evitueshme që krijohet gjatë ndërveprimit. Kjo është. Po, është shumë e rëndësishme edhe prej krejt këtyre emocioneve dhe prej krejt kësaj vujtje të ndihmon vetëm zbulimi i hershëm, prandaj po e shfrytëzojmë rastin me ju thirrje të gjitha vajzave dhe grave që t'i bëjnë kontrollat e rregullta, sepse është shumë ma e lehtë kur jesh ndoshta mirë edhe shkon me dëshirë, edhe e bën një kontroll e cila nuk është e dhimbshme dhe tashmë, sidomos gjatë muajit tetor, mund ta bëjnë falas në shumë vende, ta zbulojnë herët kancerin e gjirit. Atëherë do t'i kthehemi edhe aktiviteteve të tjera, se përveç Mbetëm të panel, në fakt veç edhe shkurt për këtë. Po, patjetër. Pos verës kemi panelistë të tjerë, të fillu nga Edi Gusia, cila është drejtoresha e Agjencisë për Barazi Gjinore këtu. Kemi Fitore Bicaj, në cila është po ashtu e mbjetuar me kancerin të gjirit dhe e cila ekskluzivisht do të flas për herë të parë për ne, lidhur me përvojën e saj dhe ballafaqsimin me sëmundjen. Kemi Bind Skejen, Bindi është drejtor i organizatës CHIPS, po ashtu aktivist i njohur për publikun kosovar sa i përket çështjeve të shëndetit mendor. Dhe ky panel do të moderohet nga moderatorja Kaltrina Ajeti. Po, Kaltrinë kemi kolege dhe më duket që ka qenë gati prej fillimit pjesë. Po, ka qenë që një kohë të gjatë pjesë edhe festivalit edhe organizatës CICAT. Vazhdojmë me një prej aktiviteteve që për mu, posisht jashtëzakonisht i rëndësishëm, ka edhe efektin mendojnë më të prekshëm edhe më të matshëm. Jo se këto tjerat nuk e kanë, po kjo është shumë ma i dukshëm edhe shumë ma konkret. Ne e zhvillojmë rezidencën artistike. Rezidencën artistike përfshin thirrjen apo ftimin e artistëve nga shtetet e fshinje të Kosovës, nga Maqedonia, nga Malizi dhe nga Shqipëria, të cilët vinë këtu dhe përgjatë 3 ditëve të festivalit, pra me datë 13, 14 dhe 15 në Termokis janë aty për të pikturuar veprat e tyre artistike, pra për me bë piktura, të cilat me datë 15 tetor, kur është edhe dita e finalizimit apo e fundit të festivalit, ato do të ekspozohen në hamamin e madh. Por jo vetëm që gjithçka nuk përfundon këtu, por në fakt këtu fillon, të njëjtat vepra të jetë çmueshme për neve, e të bëme me motivin në fjalë cilin ne për cilin veç e organizojmë festivalin, këto piktura do të dërgohen me një qytet, me një kryeqytet të Evropës, ose në rastin konkret e kemi pasur vitin e kaluar në Zyrich të Zvicrës ankondin e hapur, dhe në këtë ankond cilin po ashtu organizojmë ne, këto piktura do të arrijnë të shiten për një çmim të vëllëtshëm, çmim me cilin pastaj akumulimi i vlerës totale do të shfrytëzohet ekskluzivisht për për blerjen e aparaturave të cilat më pas ne i dhurojmë në repartin e onkologjisë, edhe për aktivitetet e tjera dhe shpenzimet të mbulimit të
dhe përmbullimit të shpenzimit të punëve të tjera që aty kryem në shërbim të kauzës. Vetëm vitin e kaluar, kemi arritur të mbledhim diku një shumë mbi 22.000 euro. Vetëm prej aktiviteteve Jo vetëm prej shitjes pikturave të rezidencës artistike dhe me një pjesë të shumës kemi arritur që të blejmë aparaturat për ngrohen e gjakut, cilat veç janë ndërzuar. Po, ja kemi dërgu report të onkologjisë dhe bazuar nga fjalët e stafit mjekësor, ato janë të para të llojit të tillë, cilat reporti onkologjisë i posedon. Kemi pashtu blerë edhe karoca për bartjen e ilaçeve dhe të barnave, cilat pashtu do të shfrytëzohen në shërbim të kauzës, e cilat ja kemi dhuruar emergjencës. Dhe në kuadër dhe në shpinë të kapaciteteve tona, tentojmë që çdo herë më shumë të arrijmë në mënyrë të mastshme të shërbejmë kauzës për qytetarët e Republikës Kosovës. Po bëhen pjesë qytetarët e Republikës Kosovës, vetë fakti që janë mbledhur mbi 20.000 euro nga shitja e pikturave në ankan, tregon që ka pasur një mbështetje të madhe. Po, ndër vite është rritur, duke marrë parasysh kauzën që ka dhe qëllimi i këtij festivali, është rritur mbështetja, është zgjeruar rrethi? Vetëm kështu për saktësi, pikturat janë shitur në Zyrit të Zvicrës, ku ka pasur blerës të nacionaliteteve të shumta, të ndryshme. Po është e vërtet që mos ishte për pjesëmarrjen e krejt qytetarëve që të marrin pjesë tash e 5 vite. Dhe për zgjerimin e rrjetit të njerëzve që na kanë mundësu kuptohet aktivitetet e shumta që kemi bë, ne nuk do të mund ta kishim ndikimin që kemi. Ose nuk do të mund të vazhdonim ta organizojmë festivalin në mënyrë të suksesshme dhe të vazhdueshme. Ku thash më herët dhe atë që se keti se sëmundja prek familjarët në mënyrë të jashtëzakonshme. Pra nuk kemi të bëjmë vetëm me të prekurat. Prandaj më preku shumë momenti kur tregove që ju keni dëgjuar rrëfime të pacientëve të cilat momenti që janë zbuluar me kancer xhirit janë braktisur është. Po, fiks. Jashtëzakonisht e vështirë, po besoj. E ne tentojmë që me aktivitetet që të organizojmë gjatë festivalit, që janë të shumta, qoftë në bazë të ditës, për shembull brenda ditës, qoftë brenda 3 ditëve. Po as janë kapacitetet tona dhe i mbulojmë. Arrijmë të mbulojmë pavarësisht se sa të shumta janë në numër edhe sa koncentrim kërkojnë. Këto aktivitete tentojmë të bëjmë sa më atraktive dhe të jenë mjaftueshëm kreative që të përfshihen grup mosha të ndryshme. Pra ne kemi punëtëri me pikturim për të rinjt, në cilën marrin pjesë të rinjt, ose kemi punëtëri me punimet të ceramikës, i cila organizohet këtë vit nga artistja Julza Pista, në cilën pashtu ka grup mosha të shumta. Ose sa aktivitetet kanë qenë të kaluar në që do t'jenë edhe këtë vit në shesh, në cilat do të mund të marrin pjesë edhe të voglit. Dhe më thonë jemi të folë për fëmijë. Sepse ideja është që mos të ngjallim domosdoshmërisht frikë, po përmes zgjimit të vetëdijsimit dhe të paralajmërimit për parandalim dhe rëndësinë e tij të mund të familiarizohen të gjithë me sëmundjen, po me thelb trajtimin me kohë dhe parandalimin e parakohshëm pak a shumë. Po, kam pas ndikim krejt këto nisma vetëdijsuese, çuçi shehan ti në diskutime me pjesëmarrësit e festivalit? Besoj që po, absolutisht besoj që po. Mendoj që mundja me dalë mas kësaj te çështja e jo e përkrahjes institucionale, po sa kanë ndiku kampanjat prej të sponsorizuar nga aktorë të tjerë të komplet shoqënisë. Megjithatë, atë që kemi mujtë me bërë ne përmes artit dhe përmes aktivizmit, e për një përzimje të të dyjave që është aktivizmi, besoj që e kemi përqu me sukses. Dhe kjo është krejt që ka rëndësi. Sepse vlerësojmë që përqimi dhe mënyra e sjelljes së gjithë mesazhit dhe gjithçka që vije me të tek publiku është ajo që ka rëndësi. Pra mënyra e përqimit e ka barrën kryesore në atë si informacioni mirët. Jo si informacion për se, po si mesazh dhe qysh ajo mas ne trajtohet. Megjithatë, ndonse vlerësojmë që çka ne bëjmë është diçka e jashtëzakonshme, pa modesti do e them këtë, për shkak se është iniciativë, si më thënë, hastret në Kosovë. Ne vlerësojmë që pa u përfshirë të gjithë aktorët e shoqënisë si tërësi, një ndryshim më i dukshëm dhe
ma i prekshëm në numra është problem të shihet. Për këta kërkon edhe matje sigurisht, megjithatë deri më tani ne jemi të lumtur që arrijmë pas ndikimin edhe i hunën që vetë se kemi arrit me marrë. Po, ne shpesher e kemi diskutuar edhe me doktor, me onkolog, të cilët pikërisht merren me këto raste dhe thonë që këto fushatat vjedisuese, sidomos këto viteve të fundit, natyrisht se e kanë pasur efektin e tyre, sepse ka vajza e gra të cilat kanë arrit që të bëjnë kontrolle edhe të zbulojnë kancerin e gjirit në fazat e hershme, edhe natyrisht pastaj që dhe trajtimi është shumë më premtues. Për kundër faktit, rastet e reja vazhdojnë të jenë prezente për fat të keq, por që në shumicën e rasteve këto ndryshime zbulohen në fazat e hershme. Jemi krejt gati në fund, cili do t'ishte mesazhi. Mbledhja e sutjenave bëhet në datën 13, 14 dhe 15. Na tregoni vend mbledhjen e sutjenave. Ndoshta mund të duket e parëndësishme që dikush mesi sutjenat, po ka një simbolik dhe një rëndësi të veçantë. Absolutisht, po simbolika është e veçantë edhe kjo është ideja që sutjenat të jenë të përdorura tashmë dhe ta kenë jo vetëm gjësendet që bartën, po jo vetëm veshjet, po të gjitha gjësendet cilat e kanë një histori përdorimi, e kanë storin në vete dhe mbi gjitha përmbajnë kujtime. Është durimi aty një kujtimeve që e përbën themi kështu magjin dhe jemi të lumtur që prej herës së parë që kemi dalur me këtë iniciativë deri më tani, kemi arritë që iniciativa të jetë suksesshme. Ka pas pjesëmarrës dhe besojmë që do të vazhdoj të ketë pjesëmarrës, sepse në fillim edhe ju ka dukur si diçka, sepse ka qenë e re, ka qenë shumë inovatore si iniciativë, ndërsa sa i përket detajeve, po ato gjatë ditës, duke filluar prej aktivitetit të parë deri të fundit është e hapur mbledhja e sutjenave. Më pas do të dalim me lajmërim edhe për shitjen e tyre në rrjetet tona sociale, në të cilat i ftojmë të gjithë të interesuarit që të shkojnë në faqen e Facebookut Cicat NGO dhe të mund të informohen sa i përket të gjitha detajeve të aktiviteteve, duke filluar nga orarët, nga vendtakimet, kryesisht lokacionet kryesore që aktivitetet do të zënë pjesë janë Sheshi Skënderbeu, Biblioteka Kombëtare dhe jo vetëm, po janë kryesisht lokacione në Prishtinë dhe përndonse për fund do duhet të them se mos ishte për mbështetjen e donatorëve që na kanë ndihmuar që këtë iniciativë ta çojmë deri në fund, për këtë vit nuk do të mund t'ja dilnim. Po i përmendi vetëm disa, tu fillu prej Bankës Ekonomike, Friedrich Ebert Stiftung Zyra në Prishtinë, Art Motion, Co-Creative, Ken Creative, Papyron, Qebar Group, Hotel Prishtina, Hotel Mercure edhe We Promote. Zakonisht nuk japim hapësirë për falënderime, por meqense se kanë mbështet një kauzë siç është ndërgjegjësimi për kancerin e gjirit, unë të falenderoj shumë hanë për kohën që edhe të përshikuesit e programit të mëngjesit edhe njerë për ndjesëm të shtam. S'ka gjë, falenderoj shumë. Ndikova pak edhe në energjinë tënde, por janë raste të cilat duhet t'i ndajmë sepse shërbejnë si shtys edhe me i motivu të gjitha vajzat e gratë edhe që të bëjnë kontrollet e hershme. Falenderit shumë ty që e ndove historinë tonë në mënyrë jashtëzakonisht shumë të sinqertë edhe ndjerë, edhe mendoj që pavarësisht cilë do fjalim apo tendencë influencuese, të gjithë shikuesit që kanë histori të ngjashme, ose janë të prekura vetë, nuk kanë mujt me unim mas përfaqësuar se sa me rrëfimin që veç e bën ti. Faleminderit shumë ty. Kjo intervistë dhe kjo paraqitje sot e ka vlerën e saj veç për shkak teje. Faleminderit.